Fjeti me mbi 1000 burra brenda një nate arrestohet influencerja e njohur. Ylli i filmave porno, Bonnie Blue, është arrestuar në Bali gjatë turneut të saj të ashtu quajtur Bang Bus në përbot. Britanikja thuhet se është ndaluar për aktivitete pornografike të dyshuara. Bonnie, emri i vërtet i së cilës është Tia Billinger, e gjeti famën e saj pasi fjeti me 1057 burra brenda një dite. Ajo tani udhëton me minibus për të kënaqur dëshirat e saj. Megjithatë, aventura e saj e fundit në Bali thuhet se e ka futur në telashe ligjore. Ajo është parë brenda një stacioni policie pasi policia ndaloi atë në Bali. Policia lokale tha se turneu i saj, i cili ajo e kishte bërë më parë nëpër Britaninë e Bashkuar, nuk ishte i ligjshëm në vend. Thuhet se Bonnie kishte bler një furgon në vend për ta përdorur si autobusin e saj. Brenda furgonit thuhet se është i pajisur me burime për të krijuar përmbajtje për të rritur me burra. Ligjet indoneziane ndalojnë rreptësisht aktivitete të tilla si prodhimi, shpërndarja ose shfaqja publike e materialeve pornografike. Influencuesja e lindur në Derbyshire më parë bëri turneun e saj provokues në Australi, por më vonë ju ndalua hyrja në vend. Pavarësisht raporteve të mëparshme që sugjeronin se autoritetet i kishin refuzuar hyrje në disa zona të Australisë këtë vit, ajo duket se ka gjetur një tjetër mënyrë për të qëndruar në qendër të festimeve.